Prej 15 vitesh e si ta punon si infermiere. Tani, një zog më tha që punën e parë e ke nisur në televizion. Çfarë ke bërë? Është vërtet, zogët ka thënë të drejtën. Puna ime e parë ka nisur në televizion. Ka qenë një pasion i një ndërshë e vogël. Që fëmijë ka pasur shef të merrja pjesë në televizion dhe si dëshirë si ëndër e nisa punën e parë në televizion. Dhe çfarë Për një kohë të gjatë si moderatore, si speakere. Ku në çfarë? Në qytetin e Fierit. Dhe si shkoj? Shumë mirë, shumë Tani mirë. ke ardhur të rifilosh? Po, tani erdha ta rifilloj, por të jem një shqipse edhe për vajzën time, sepse shoh që edhe ajo do të ndjekë ëndër me mami. Dhe kemi motive, do të zbulojmë pas pak. E si ta e dashur, zbulojmë së pari identitetet? Patjetër. Okej. Sot në studio ka ardhur dikush që ka bërë 6 udhëtime me kroqera. Një tjetër ka udhëtuar klandestine në bagazhin e një makine. Një tjetër ka dyqan në rrobash online, dikush është montazhier apo montazhiere, një tjetër ka lindur në Austri, dikush tjetër rrit flutura, një tjetër studion kostumografi, dhe në fund ka ardhur dikush që ka jetuar 12 vite me kumë. Sa interesante. Po, bravo. Unë jam shumë me pak, shiko. Unë së pari për se të kthejnë spanjoritane të shojnë nga afër, do doja që të shihnim numrin e telefonit, sepse të gjithë ju që keni identitete po kaq interesante sa këto të sotme, unë ju ftoj në program sepse argëtohemi pafund. Dhe ju na zbuloni eksperiencat e jetës tuaj që mezi presin të ndajmë së bashku. Tani, ftoj të banjorit të kthejnë nga ne. Sa po kthyen mëra në sy, numri 3, zonja Edlira Çepani. Edlira Çepani, Edlira, si të kam? Mirë, faleminderit. Jam shumë i lumtur për që je këtu, dhe na lidhë një histori vjetër bashkë. Dhe unë dhe numri 6. Friends Ka Ivania. kënduar në këngën magjike. Friends, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Arbitru një njo, se di me çfarë identitetesh e paraqit sot. Po prit Zonja pak. Edlira, unë me thënë të drejtën e kam ndjekur jashtëzakonisht shumë në programe, në emisionet e saj, por jam kurioze se çfarë fsheh ajo sot. Ndërkohë, Edlira është juriste, aktiviste për të drejtat e njeriut, dhe gjithashtu koordinatore kombëtare e rrjetit të grave Barazi dhe Vendimmarrje, që është një rrjet i vajzave dhe i grave në politikë dhe në vendimmarrje. Pra, ka një aktivitet, Edlira, ke një aktivitet si kur të kesh jetuar 2 jetë.